Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka ndezur një valë të re debatesh ndërkombëtare pas një postimi të pazakontë në platformën X, ku ai bëri thirrje që çmimi Nobel për paqen t'i akordohet ish-presidentit amerikan Donald Trump. Në postimin e tij Netanyahu shkroi: "Jepini Donald Trumpin çmimin Nobel për paqen, ai e meriton." Ajo që e bëri edhe më të bujshëm këtë reagim ishte fakti se postimi u shoqërua me një imazh të gjeneruar nga inteligjenca artificiale, ku shfaqet vetë Netanyahu duke i varur Trumpit një medalje të madhe simbolike të çmimit Nobel për paqen, ndërsa ish-presidenti amerikan ngre duart lart përpara, një turme entuziaste që e duart roket. Kjo lëvizje Netanyahu është interpretuar nga shumë analistë si një sinjal politik me disa mesazhe të fshehura. Nga njëra anë, ajo shihet si një përpjekje për të forcuar aleancën simbolike me Trumpin në një kohë kur marrëdhëniet mes administratës aktuale amerikane dhe qeverisë izraelite janë tensionuar për shkak të luftës në Gaza dhe presionit ndërkombëtar për armëpushim. Nga ana tjetër, përkrahasit e Netanyahut e kanë parë këtë si një vlerësim të rolit të Trump në nisma diplomatike të lindjes së mesme, përfshirë marrëveshjet e Abrahamit, përmes të cilave Izraeli normalizoi marrëdhëniet me disa vende arabe.